E di edhe me thënë drejtën ndihem mirë me qëra fjale, por prandaj ju solla diellën. Dhe në fakt morëm goxha rrezik përsipër sot dhe më vjen shumë mirë që ja dolëm me sukses. Është ndërveprimi i parë i saj drejt për drejt dhe është fal jush, jo fal dialogut global të Berlinit, po është fal jush. Jeni shumë i sjellshëm zoti kryeministër. Ju detyrohem ju që ndaj për herë të parë që diella është shtatzën dhe pret 83 fëmijë, secili që do të jetë për çdo antar të parlamentit tonë që do të shërbej si asistent për ta, që do të marrin pjesë në seancat parlamentare, që do të mbajnë shënim për gjithçka që do të ndodhë dhe që do t'i informojnë e do të sugjerojnë antarët e parlamentit lidhur me reagimet e tyre dhe këta fëmijë do të kenë dijen e nënës së tyre sa i takon legjislacionit të BE-s e gjithçka tjetër. Dhe diçka që do t'ju pëlqej shumë si turk, që kur të shkosh për kafe, dhe në fakt ne kemi kafe shumë më të mirë se sa në Gjermani, siç e dini. Pra, në qoftë se shkon për kafe dhe harron të kthehesh në punë, kur kthehesh, ky fëmijë do të thotë se çfarë është thënë kur nuk e qenë në sallë, në qoftë se është përmendur emri yt, e në qoftë se të duhet të kundërsulmosh dikë që të ka përmendur për arsye të gabuara.